Horoskopi ditor, 7 nëntor 2025, Dashi sot ndjen një val energjie që e thërët të hyjë më thellë në vetvete dhe në marrëdhëniet e tij. Venusi në shtëpinë e 8 sjell nevojën për të kuptuar emocionet dhe të fshehtat, për të sqaruar atë që është e paqartë dhe për të ndërtuar besim në dashuri dhe financa. Nuk është koha për impulsivitet, sot është dita për të vëzhguar, për të matur dhe për të vepruar me strategji, por paralelisht një tension i vogël me Plutonin mund të sjellë dyshime ose emocione të trazuar. Mos lejo që shqetësimet e vogla të rriten, shpesh ato janë vetëm hija e një situate që kërkon qartësi dhe ndjeshmëri. Në thelb, Dashi i sotëm është si një det i qetë në sipërfaqe, por me valë të fuqishme që lëvizin brenda. Nëse dëgjon zemrën dhe mendjen njëkohësisht, çdo konflikt mund të shndërrohet në mundësi për të kuptuar më mirë veten dhe të tjerët. Dashi i ditës sot nuk kërkon thjesht të ndjek pasionin, ai ma thellësitë e shpirtit. Demi. Periudha që po kalon është mjaft e favorshme për marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e tua. Venus, planeti yt sundues, po kalon në sektorin e partneriteteve deri më 30 nëntor, duke të bërë më tërheqës dhe duke sjellë pranë teje njerëz që të mbështesin, të kënaqin dhe të sjellin energji pozitive në jetën tënde. Ky është një moment i mirë për të ndërtuar lidhje të ngrohta, për të marrë këshilla të vlefshme dhe për të shijuar praninë e njerëzve që të bëjnë të ndihesh mirë. Do të ndihesh i prirur për të kërkuar shoqëri dhe për të kaluar më shumë kohë me të tjerët, edhe thjesht për praninë e tyre. Megjithatë, sot Venus ndodhet në një katror me Plutonin, gjë që mund të sjellë ndjenja të komplikuara ose situata të tensionuara në marrëdhënie. Çfarëdo që dalë në path tani mund të jetë një tregues i frikave të tua të fshehura ose i lidhjeve të tepërta që ke krijuar. Nëse ndjen se balanca në marrëdhënie është e shqetësuar, përpiqu të bësh ndryshime që të ndihmojnë ty dhe personin tjetër të ndiheni të fuqizuar nga lidhja juaj. Zëvendëso frikën me dashuri, kjo është mënyra më e mirë për të shëruar veten dhe për të forcuar marrëdhëniet. Nga ana tjetër, mund të lindin shqetësime për punën, reputacionin ose pozicionin tënd. Disa prej tyre mund të jenë të egzageruara ose të pabazuara. Por nëse kanë bazë reale, merr hapa të qartë për t'i zgjidhur, një nga një, pa u ngarkuar me stres të panevojshëm. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet, për të kuptuar çfarë të shqetëson dhe për të vendosur një qasje më të butë dhe më të zgjuar ndaj situatës. Binjakët, periudha që po kalon është e favorshme për të sjellë ekuilibër dhe harmonizim në rutinat e tua të përditshme, veçanërisht tani që Venus po tranziton në shtëpinë tënde të 6 deri më 30 nëntor. Ky është një moment i mirë për të përmirësuar ambientin e punës, për të organizuar aktivitetet e përditshme dhe për të sjellë më shumë qetësi në detyrat rutinore. Mund të ndihesh më i balancuar dhe më i fokusuar në gjërat që kërkojnë vëmendjen tënde. Megjithatë, sot Venus formon një katror me Plutonin, duke nxjerrë në pas situata të fshehta ose agjenda të paqarta. Gjërat mund të ndodhin nën sipërfaqe dhe ka një tendencë për të shprehur ndjenjat në mënyrë indirekte. Kjo mund të sjellë frustrim, por gjithashtu është një fazë e përkohshme dhe e menaxhueshme. Një plag ose mllef i vjetër mund të rizgjidhet ose të provokohet, në vend që ta lejoj të dominojë sjelljen tënde, shiko çfarë po shfaqet dhe përpiqu ta mbyllësh pas vetes. Nga këto ndjenja të përziera mund të mësoni shumë për veten dhe për mënyrën si reagoni ndaj situatave. Por mbajtja e fokusit të diçka që nuk mund ta ndryshosh, ose nuk ke ndërmend ta ndryshosh, vetëm do të rëndojë. Përpiqu të lëshësh nevojën për të pasur gjithmonë të drejtë dhe shmang insistimin për të zbuluar të vërtetën e çdo situate. Kjo do të sjellë më shumë qetësi dhe rezultatet më të mira për ty. Në thelb, rutina dhe puna e përditshme mund të bëhen burim qetësie dhe stabiliteti, por emocionet të fshehura dhe tensionet të vjetra mund të shfaqen. Sfida jote është t'i përballosh me maturi dhe të mos lejosh që të dominojnë. Gaforja, deri më 30 nëntor Venus po sjell një energji të butë dhe mbështetëse në jetën tënde. Ky tranzit sjell ngrohtësi, lehtësi dhe një ndjesë tërheqjeje më të fortë, duke e bërë këtë periudhë ideale për të shijuar kënaqësitë e jetës.
Kreativiteti, romanca, fëmijët, argëtimi dhe mënyrat e tjera të shprehjes së lojës dhe kënaqësisë mund të jenë në fokus dhe të sjellin kënaqësi të madhe, por energjitë e sotme nuk janë pa tension. Katrori Venus-Pluton mund të zgjojë dyshime ose ndjeshmëri të thellë. Mund të ndjesh një tërheqje intensive ose impulse që dalin nga thellësia e emocioneve, ose të rikthehen kujtime të vështira dhe ndjenja të komplikuara. Marrëdhëniet nuk do jenë gjithmonë të drejtpërdrejta dhe mund të vëresh agjenda të fshehta ose kurthe emocionale në disa interaksione. Mos e mbaj me çdo kusht diçka vetëm nga frika e humbjes, lidhjet e dëmshme mund të bëhen të qarta sot. Ndërsa kjo mund të sjellë pak shqetësim, është një mundësi për të nxjerrë gjithçka në dritë dhe për ta menaxhuar vetë, në vend që të lejojë të kontrollojë. Në thelb, kjo periudhë të jep mundësi për të shijuar jetën dhe kënaqësitë, por të kujton edhe për të qenë vigjilent ndaj lidhjeve emocionale dhe situatave të komplikuara. Luani, deri më 30 nëntor Venus po kalon në shtëpinë tënde të katërt, duke sjellë më shumë harmoni dhe bukuri në jetën tënde familjare dhe në ambientin e shtëpisë. Ky tranzit të bën të vlerësosh më shumë komoditetin, ngrohtësinë dhe lidhjet me njerëzit ose vendet e njohura. Zemra jote mund të jetë më e kujdesshme dhe instinktet mbrojtëse për ata që do i shfaqen më të forta. Sot, Plutoni sjell një energji të fuqishme dhe sfiduese, sidomos për marrëdhëniet e afërta. Interaksionet mund të ndihen të rezervuara, ose mund të vëresh se dikush po përpiqet të kontrollojë ose të ndikojë në veprimet e tua, gjë që mund të sjellë frustrim. Ata që të janë afër mund të jenë veçanërisht të ndjeshëm dhe preokupuar me emocionet e tyre. Ky është momenti i duhur për të thyer modelet e vjetra të sjelljes në marrëdhënie, ato që nuk kanë funksionuar më parë. Përpiqu të përdorësh energjinë e sotme për të kuptuar më mirë zonat problematike dhe për të mësuar si t'i përballosh ato në mënyrë më të mençur. Në thelb, harmonizo jetën e brendshme dhe familjare, por qëndro i vëmendshëm ndaj tensioneve të fshehta dhe mos u lejo të bllokojnë energjinë tënde të dashurisë dhe kujdesit. Virgjëresha, deri më 30 nëntor Venus po kalon në sektorin tënd të komunikimit, duke rritur dëshirën dhe aftësinë tënde për të ndarë mendimet dhe ndjenjat. Ky është një moment i favorshëm për studime, interesat mendore dhe çdo formë komunikimi, do të ndihesh më i kënaqur dhe më i angazhuar në këto aktivitete. Mund të vinë lajme të mira ose të marrësh vëmendje pozitive nga të tjerët. Marrëdhëniet me vëllezërit, shokët, bashkëmoshatarët ose fqinjet harmonizohen më lehtë dhe mendimi yt pozitiv ndihmon të ecësh përpara në shumë fusha. Megjithatë, tensionet sot mund të ndërhyjnë në marrëdhënie dhe komunikim. Është e lehtë që dikush ose diçka të prek zona të ndjeshme të psikikës tënde. Ankthi për punën ose shëndetin mund të ndikojë në kënaqësinë e bisedave të thjeshta dhe interesave personale. Fjalët e tua mund të interpretohen gabim dhe edhe interaksionet më të zakonshme mund të duken të mbingarkuara. Nëse ndodh kjo, përpiqu të distancohesh pak, të marrësh perspektivë dhe më pas ktheu në situatë me qetësi dhe vetdije. Në thelb, ky është një moment për të komunikuar dhe për të shijuar marrëdhënie të lehta, por duhet të ruash qetësinë dhe të mos lejoj tensionet e vogla të ndikojnë në marrëdhëniet e tua. Peshorja, Venus po viziton sektorin tënd të burimeve dhe vlerave duke rritur besimin tënd në talentet, aftësitë dhe resurset që ke, si dhe aftësinë për të tërhequr gjërat e duhura në jetën tënde. Shihet, stili dhe ndjenjat e tua tani lidhen fort me nevojën për siguri dhe rehati. Ky është një moment i mirë për të shijuar atë që ke dhe për të maksimizuar situatat e tua aktuale. Megjithatë, energjitë e sotme janë pak sfiduese, veçanërisht për menaxhimin e parave dhe marrëdhënieve. Mund të shfaqet një prirje për posedim ose kontroll. Kjo zakonisht lidhet me diçka më të thellë se sa situata aktuale. Frika nga mungesa e kontrollit mund të bëjë të mbash gjëra, njerëz ose situata më shumë se sa duhet. Të lësh diçka, edhe pak, mund të sjellë qetësi dhe lehtësi. Shqetësimet për parat mund të jenë reale ose jo, por nëse nuk të motivojnë të veprosh, vetëm po shpenzon energji kot. Në thelb, ky është një moment për të forcuar vetbesimin dhe për të shijuar atë që ke, por duhet të kujdesesh të mos bllokohesh nga frika ose prirjet për kontroll.
Akrepi, deri më 30 nëntor Venus po tranziton shenjën tënde, duke sjellë dashuri, harmoni dhe kënaqësi në jetën tënde. Në javët që vinë do të ndjesh më të natyrshme shprehjen e nevojave dhe ndjenjave dhe do të tërheqësh vëmendje pozitive dhe vlerësim nga të tjerët. Çështjet romantike dhe aktivitetet që të sjellin kënaqësi do të jenë në fokus, ndërsa fuqia jote tërheqëse rritet ndjeshëm. Të tjerët do të shohin anën tënde më të butë dhe më shpesh tërheqës se sa të ndjek. Megjithatë, sot Venus formon një katror me Plutonin, planetin tënd sundues, dhe energjia është sfiduese për marrëdhëniet. Ky aspekt mund të zgjojë pasiguri, frikë ose konflikte në jetën familjare. Nëse ndjen se njerëzit përpiqen të manipulojnë ose ndihesh i detyruar të manipulosh për të arritur synimet, analizoj situatën me kujdes. Përkujtohu që duhet të punosh mbi pjesën tënde të problemit dhe se nuk mund të kontrollosh të tjerët. Nëse të tjerët përpiqen të tërheqin vëmendjen me metoda të ndërlikuara, bëj të qartë se duhet të trajtohesh drejt për drejt. Është e rëndësishme të mos lejohesh që shqetësimi ose frika e humbjes së kontrollit të prishin humorin. Jeta familjare ose shtëpia mund të kërkojë vëmendje shtesë, por konsidero edhe mundësinë për të marrë një hap pas dhe për të relaksuar pak tensionin. Në thelb, kjo është një periudhë e fortë për të shijuar dashurinë dhe vëmendjen. Por duhet vigjilencë ndaj tensioneve dhe pasigurisë që mund të shfaqen në marrëdhëniet e ngushta. Shigjetari, Venus sapo ka filluar tranzitin në sektorin tënd të privatësisë dhe shpirtit. Kjo periudhë shënon përfundimin e një cikli financiar ose romantik dhe një moment për të rishikuar të kaluarën, për të përpunuar ndjenjat dhe ngjarjet e fundit. Çështjet e dashurisë mund të duken më të komplikuara tani, por gjithashtu mund të jenë më shpërblyese, pasi do të lidheni më thellë me dëshirat dhe nevojat e tua të brendshme. Sot, katrori Venus-Pluton kërkon kujdes të veçantë. Ndjenjat e pakënaqësisë mund të shtyjnë drejt sjelljes manipulues ose shqetësuese nëse nuk i menaxhon me kujdes. Tendenca për të mbajtur mendimet e së kaluarës mund të ndërhyjë në ndërveprimet e shëndetshme të tashmes. Mund të ketë vështirësi për të gjetur gjuhë të përbashkët me dikë ose për të arritur të njëjtin qëndrim. Të kontrollosh bisedën ose të bindesh dikë mund të jetë tërheqëse, por nuk do të përmirësojë situatën. Më mirë të adresosh problemet direkt, se sa t'i lejoj të kalben. Bëhu më i mirë me veten, lësho situatat që nuk vlejnë, ose zgjedh një moment më të qetë për të folur. Në thelb, kjo është një periudhë reflektimi dhe rishikimi të brendshëm. Dashuria dhe financat mund të kërkojnë kujdes të veçantë, por shpërblimi vjen kur vepron me vetdije dhe maturi. Britsjapi, Venus sapo ka filluar tranzitin në sektorin tënd të miqësive dhe do të qëndrojë aty deri më 30 nëntor. Kjo është një periudhë e favorshme për të forcuar marrëdhënie ekzistuese ose për të krijuar miqësi të reja. Në javët e ardhshme do të fokusohesh në barazinë dhe energjinë pozitive në marrëdhëniet e dashurisë dhe do të ndihesh i tërhequr nga aktivitete ose kënaqësi të ndryshme e interesante. Megjithatë, energjitë e sotme mund të jenë pak të ndërlikuara. Çështjet që lidhen me vlera, para ose kufi mund të shkaktojnë tension. Aktiviteti indirekt ose mënyra të rrethuar mund të irritojnë. Në nivel emocional, dita mund të duket e rënë. Nëse ndihesh i jashtëm në situatë, tundimi për të manipuluar ose kontrolluar për të rikuperuar pozicionin mund të jetë i madh, por nuk do të shkojë në favorin tënd. Më mirë ndjek rrugën e drejtë. Katrori Venus-Plutoni sotëm mund të nxjerrë një situatë që të bën të ndihesh i pafuqishëm, por mos lejo që frika ose mlefi të ndikojnë në sjelljen tënde. Në anën pozitive, mund të mësosh diçka të vlefshme për veten përmes reagimeve të tua. Në thelb, kjo është një ditë për të vlerësuar miqësitë dhe marrëdhëniet, por kujdes nga tensionet dhe sjelljet impulsive. Vetdia dhe maturia sjellin mësime të vlefshme. Ujori, Venus sapo ka filluar tranzitin në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit dhe do të qëndrojë aty deri më 30 nëntor, duke forcuar imazhin tënd publik dhe tërheqjen profesionale. Ky është një moment i mirë për të gjetur kënaqësi në punë dhe për të rishikuar ose riformuluar qëllimet. Mund të përmirësosh reputacionin dhe të krijosh një atmosferë harmonike që të lejon të punosh pa shqetësime.
Mundësi sociale dhe profesionale mund të shfaqen në javët e ardhshme përmes marrëdhënieve ose projekteve të biznesit. Megjithatë, sot energjitë janë më të tensionuara për shkak të katrorit Venus-Pluton. Konkurrenca ose tensioni mund të shfaqen në punë dhe marrëdhënie personale mund të jenë të ngarkuara. Për rezultatet më të mira, qëndro i drejtë dhe shmang lojrat e manipulimit. Nuk mund të kontrollosh sjelljen e të tjerëve, por mund të kontrollosh reagimin tënd. Her pas here, përgjigjja më e mirë është mos reagimi. Konkurrenca mund të të motivojë për të përmirësuar lojën tënde, por sot mund të ndihesh i irrituar ose i shqetësuar nga ajo. Përpiqu të mos përpiqesh të kontrollosh situatat, por të veprosh me maturi. Në thelb, ky është një moment i favorshëm për reputacionin dhe karrierën, por kërkon qetësi dhe mençuri në marrëdhënie dhe ndërveprime profesionale. Peshqit, Venus po viziton sektorin tënd të mendjes së lartë, shpirtit dhe aventurës, duke të mbështetur për pak më shumë se 3 javë deri më 30 nëntor. Gjatë kësaj periudhe do të duket më natyrale dhe më e lehtë të shprehësh ndjenjat dhe të tregosh atë që ndjen. Mund të kërkosh më shumë emocion në jetën sociale ose dashurore, si dhe në kënaqësitë dhe hobet e tua. Mësimi dhe zgjerimi i horizontit të mendjes bëhen më tërheqës dhe do të tërhiqesh nga njerëz dhe situata që të japin perspektiva të reja dhe interesante. Megjithatë, sot katrori Venus-Pluton mund ta bëjë të vështirë të qëndrosh i panshëm ose të qetësosh situatat. Tendencat drejt ekstremiteteve emocionale mund të aktivizohen lehtësisht dhe reagimi i tepërt ndaj problemeve të vogla shpesh është shenjë e një çështjeje më të thellë. Dëshira për eksperienca të reja dhe për të ecur përpara mund të pengohet nga ndjenja se nuk ke lënë plotësisht pas të kaluarën. Merr gjërat ngadalë dhe me kujdes. Në thelb, kjo është një periudhë për të zgjeruar mendjen, për të eksploruar dashurinë dhe kënaqësitë, por kërkon kujdes ndaj emocionit të tepërt dhe lidhjes me të kaluarën.